që po ndodh për të gjitha ato arsye që qytetarët sepse po shkuam drejt një ndarje tjetër në zgjedhjet e radhës do jemi akoma dhe më të vegjël. Që qytetarët i shqetësojnë. Qytetarët shqetësohen sot që paguajnë më shumë për energjinë elektrike, paguajnë më shumë për ujin e pishëm, paguajnë më shumë taksa, paratë e tyre nuk shkojnë për shkolla, për kopshte, për çerdhe dhe sigurisht këto janë shqetësimet që mendoj unë kanë qytetarët dhe do kishin interes na dëgjonin dhe në për emisionet e mbrëmjes për të kuptuar ore PD-ja çfarë mendon ndryshe. Nëse unë për shumë kam bërë një amendament për ndalimin e pagesave nga buxheti i shtetit për inceneratorin që nuk ekziston në Tiranës. Ta kuptojnë qytetarët më çfarë ndodh. Incenerator nuk ka. Vjojmë paguajmë ne 16 milionë euro në vit. S'ka nevojë t'ja shpjegoni ju zoti Gëlliçi, e din pensionistët që pensioni që marrin nuk ju del as për ilaçe, as për t'i bërë një dhuratë nipit dhe mbesës për vitin e ri. E din, nuk ka nevojë. Ata duan zgjidhje. Cila është zgjidhja që ofron alternativa ndryshe nga majoranca? Dhe unë falenderoj. Dhe kur hapin televizionet në mbrëmje dhe dëgjojnë që opozita po qeveris keq, që fajin e Kasaliu që s'ka incinerator dhe fajin e KPD-ja që u vodhën paratë ke tuneli Llogaras, sigurisht konfondohen njerëzit. Ngatrohen dhe unë prandaj po them që do ishte mirë që t'i vëmë pikat mbi i dhe të flasim ato të vërteta që i shërbejnë edhe qytetarëve dhe opinionit publik, i shërben edhe aktualitetit politik përditshëm, mendoj unë. Këto janë gjëra me vlerë. Pastaj ka zhvillimet brendshme në Partinë Demokratike sa duash. 4 vjet e kaluara i kemi kaluar duke folur për Partinë Demokratike, për zhvillimet, për debatet, për diskutimet. Tash të kalojmë prapë te kjo çështje. E kemi mbyllur në atë kapitull, vazhdojmë shohim përpara. Është mbyllur e kapitullit, si duket ka kapituj të tjerë që hapen. Unë e kuptoj që për ju nuk është mbyllur, por unë do doja që minutazhin që ne kemi. Dhe ish funksionar të Partisë Demokratike të cilët bëjnë edhe akuza shumë të forta. Për shembull, zoti Ali Mehmeti para pak ditësh në këtë studio tha që listat e Partisë Demokratike të antarësisë sot janë fiktive, ato që do zgjedhin forumet në muajin prill të Partisë Demokratike dhe ky është zhvillim dhe çështje shumë e rëndësishme zoti Gëlliçi. Dhe unë mendoj që duhet adresohet në sektorin e organizimit të Partisë Demokratike dhe të jepet zgjidhje aty ku i takon të bëhet ky debat. Pra, ne vijojmë të flasim për çështje që kanë interes kombëtar dhe çështje që prekin xhepat e qytetarëve dhe prekin interesin e qytetarëve. Unë mendoj kjo është më me vlerë te debati ynë i përnatshëm politik që zhvillojmë në studion tuaj dhe në studio të tjera. Zoti Gëlliçi, një lajm shumë le të themi shumë viral që ka bërë edhe xhirën e rrjeteve sociale ka qenë ai që i disa mesazheve që kanë dalë mes jush dhe një ish funksionari tjetër të qeverisë. Mund na sqaroni si qëndron kjo çështje? Unë kam pas një reagim zyrtar për këtë çështje. Shiko, ka nisur keni muaj që lexoni artikuj të sponsorizuar ndaj meje. Që thjesht hedhin balt që dhe pse janë të sponsorizuara? Sa to ishin faksimile të një dokumenti që duhet jetë i prokurisë posaçme, kam përshtypjen. Duhet ta shohim, po është autentik, unë po ndjek rrugën ligjore edhe për këtë rast. Pa diskutim, u bën disa muaj që lexoni lajme sensacionale për mua, për bisedat mia me Ervis Berberin apo jo. Për lekë që unë kërkoja për Molotov apo jo, para Bashkisë Tiranë. Ju e njihni Ervis Berberin? Absolutisht zero. S'kam pasur kur asnjë komunikim, as se njoh as për fytyrë, as më ka rastisur ndonjëherë ta përshëndes, as ta takoj, as të jem në një ambient përbashkët kam përshtypjen, kështu që zero. Po të kishte ndodhur do të kisha thënë se nuk ka ndonjë gjë. Është qytet i vogël Tirana dhe mund të qellosh, por në rastin fjalës ja kam iden. Kështu që thën mbasi u nis historia, u mbars mali për të pjellur 1000 dhe në fund doli historia që kanë dalë disa faksimile të komunikimeve të mia me një shokun tim të fëmijërisë që jam rritur në tenis edhe në lagje dhe me cilin flas për të luajtur me letra në periudhë pandemie në 2020-ën dhe një batutë që më është bërë për shkak se unë kam qenë i arrestuar pra mesazhin mos gaboj ai që është nxjerr dhe nuk e dia është autentik, po ta marr autentik. Me zotin Arb Avramin, ishte administratori në Albgaz. Në 19 maj të 2020-s, pra para 5 vite gjysmë, kur unë nuk kam pasur asnjë funksion publik apo shtetëror, kur më bëhet një batutë se unë kam qenë i arrestuar në datë 18, jam arrestuar, jam mbajtur në komisariat 12 orë, sepse kam qenë pjesë e protestës permanente para teatrit kombëtar dhe në mbrëmjen e shëmbjes së teatrit kombëtar kam qenë protestues në orën 3 apo 4 të mëngjesit kur është shëmbur teatri. Kam qenë duke protestuar dhe jam shoqëruar forcërisht në komisariat. Më është bërë një batutë me idenë që merr me vete edhe një protestues kur të vish në pikë takimin që kishim lënë për të luajtur me letra. Domethënë nëse ti mendon që kjo mundet më bëj mua pis, unë nuk e shoh këtë më shumë se sa një vetë demaskim qesharak dhe një vetvrasje logjike të atyre që kanë ngritur këto akuza ndaj meje. Kjo është absurde, është qesharake. Dhe të pretendosh që këtu mund të ketë një konflikt interesi
apo mund të ketë diçka e cila ka një koordinim politik, kjo është si vjen kjo biseda? Keni në celular të biseda akoma? Fare se kam, po është e parancishme, është një mos gaboj një komunikim që ka qelluar në kohë pandemie dhe ka patur të bëjë vetëm me faktin që në kohë pandemie dalja ka qenë e kufizuar dhe mes shokësh kemi komunikuar për të kaluar orë gjatë ditës duke luajtur lojra online kaq. Në fund i morët protestuesit për tenis? Po sigurisht që nuk i kam marrë sepse ka qenë vetëm batut, besoj se edhe ju bëni batuta me miqtë tuaj. Padyshim, po jo me protestuesit. Bëni një batut. Jo, nuk është batut me protestuesit. Në këtë rast për shkak të natyrës sime shumë aktive dhe për shkak të faktit që unë kam qenë pjesë e çdo proteste në këto 13 vite opozite, sigurisht nuk kam patur mundësinë të kem jetën tuaj sociale apo të qytetarëve të tjerë, apo të rinjve të tjerë, sepse kohën time kryesore ja kam dedikuar protestave, kauzave të qytetit, dhe sigurisht shpeshherë kam patur pak kënaqësi edhe nga miqtë mi, edhe nga rrethi im familjar, që kam humbur edhe ditëlindje, kam humbur edhe evente familjare, kam humbur edhe aktivitete të ndryshme shoqërore për shkak se kam qenë protest. Dhe mund t'ja kem prur edhe në majtundës, edhe miqësisë time, edhe shokëve të mi, edhe miqve, edhe të afërme, shpeshherë edhe familjarëve që nuk kam patur mundësi as t'i shkoj në për sebebe familjare, se kam qenë protest. Dhe në herë edhe ma kam përdorur. Edhe mund ma kem përdorur. Kështu që këtu fillon dhe këtu mbaron një gjithë skandali i Belin Kolliçit dhe kapja që më ishte bërë mua, prandaj thash vetvrasje logjike, nga qeveria për të financuar protesta për të rrëzuar qeverinë. Se ky është një absurd pasaj që vetëm në Shqipërinë, vetëm në Shqipërinë tonë i dëgjojmë këto histori. Kështu që kjo është një banalitet pikërisht i atyre që e kanë inskenuar dhe që po e them edhe një herë që janë sponsorizuar për këtë fushat baltosje dhe linçimi. Keni dyshime se i kanë nxjerrë një prokuror me tendencë këto informacione? Shiko, duke qenë se ditën e djeshme dhe për kuriozitet duhet ta dini, vetëm një portal i rëndësishëm le të themi deri diku që mund të ketë shikueshmëri e ka nxjerrë fillimisht këtë lajm, i cili nuk gjendet më, dhe sigurisht është edhe portali Carlo Bolinos që ka fshirë dhe lajme tjera, sepse janë dukshëm fake news, sepse unë jam duke paditur edhe personin fjalë për shpifje dhe nuk gjenden një pjesë e lajmeve që janë publikuar më parë. Janë tentativa për të baltosur edhe për të linçuar këdo që ngre zërin ndaj korrupsionit. Jepni garanci që nuk ka gjëra të tjera për te atyre mesazheve që kanë dalë, nëse media. Unë kërkoj që çdo mesazh që është të bëhet transparent dhe të bëhet publik. Të bëhen të plota transparente. Unë përkundrazi kërkoj që të bëhet transparent çdo mesazh. Jeni i sigurt që gjendet. Që jeni i pastër në atë që në raport me mua, unë po them. Pra që edhe protestat e parabashkisë apo thjesht qëllimi ka justifikuar mjetin. Jo protestat parabashkisë, po gjithçka që disponohet, të bëhet publike, të bëhet transparent, si kundër kërkoj që nëse ka edhe përgjimen, telefonin e Vis Berberit, me pronar mediash, po ju them një emër konkret, Carlo Bolino në këtë rast, që kërkon favore, apo tender, apo para publike për të financuar median e tij, do të kërkoja që